Të paktën 956 milion euro nga taksat e shqiptarëve janë hedhur në asfalt që sot po shembet, po rrëshket dhe po rrezikon jetën e qytetarëve. Vetëm në muajt e fundit janë raportuar shembje apo dëmtime në këto akse. Rruga e Arbrit, tuneli Murizit, inauguruar një vit më parë, kosto mbi 300 milion euro. Tuneli Llogaras, inauguruar 19 muaj më parë, kosto mbi 200 milion euro. Tuneli i Skërficës, rruga Kardhiq-Delvin, hapur 3 vite më parë, kosto rreth 145 milion euro. Rruga Qukës-Qafë-Ploç, inauguruar 5 muaj më parë, kosto rreth 260 milion euro. Aksi Librasht-Pogradec, kosto rreth 50 milion euro. Aksi Maqellar-Peshkopi, inauguruar 9 muaj më parë, kosto 10 milion euro. Unaza e Burrelit, inauguruar 6 muaj më parë, kosto 1,2 milion euro. Usoj-Mallakastër, inauguruar 5 muaj më parë, kosto 650.000 euro. Aksi Kuç-Shqiparo, inauguruar para 6 vitesh, kosto 35,4 milion euro. Aksi Vllahin-Poçem, qarje 2 vite pas ndërtimit, kosto 4,7 milion euro. Prej më shumë se 5 ditësh, qarkullimi në juglindje të vendit ka qenë i bllokuar, duke dëmtuar qytetarët dhe ekonominë. Kjo nuk është thjesht një çështje infrastrukture, është çështje përgjegjësie. Ku rrugët shembet, nuk shembet vetëm asfalti, por shembet edhe besimi i qytetarëve. Dëmtohet ekonomia kombëtare dhe rëndohet barra mbi taksa paguesit. Ne kërkojmë hetim të plotë për përgjegjësi teknik dhe administrativ të këtyre projekteve. Garanci reale sigurie për qytetarët që përdorin këto akse rrugore. Edi Rama dhe qeveria e tij ka pasur 13 vite kohë për të treguar shqiptarëve çfarë mund bëjnë për vendin. Dhe mbas 13 vitesh bilanci është i qartë: rrugë të shembura, kosto të fryera, korrupsion dhe mungesë llogaridhënie. Shqiptarët meritojnë rrugë të sigurta, jo projekte që rrëshkasin bashkë me dherat. Koha e llogaridhënies nuk mund të shtyhet më. Prandaj të shtunën të gjithë së bashku në orën 18 në shesh. Faleminderit.